si nëpërmjet pranimit paqësor të paqë të këtij realiteti të mund të përmirësojmë marrëdhëniet me Maqedoninë, edhe më shumë se që kemi sot, sepse çdo lloj etnocentrizmi i shtyn pjesën slave të Maqedonisë, i shtyn drejt Serbisë ose drejt Bullgarisë ose drejt Greqisë, po kur duhet ishte e anasjellta apo jo. Në qoftë se flasim, ndërtojmë një piramidë të persekucionit, më të persekutuarit në Maqedoninë e Veriut janë ortodokset shqiptar, pastaj vinin shqiptarët, pastaj vinte Maqedonia në kuadër të ish Jugosllavisë, Kosova dhe të tjerët me radhë. Pra ka patur gjithmonë një rend të persekucionit, edhe unë mendoj që kjo duhet parë edhe në këtë drejtim, do të thënë duke u çliruar nga këto ethet nacionaliste, të vihemi thjesht përballë fakteve dhe ideja për të hapur një diskutim dhe ajo që thot Frçkovski, por më rëndësishme është kjo që diskutoni ju këtu, sepse jam i bindur që do ketë edhe personazhe tjera që të pranosh që ka shqiptar ortodoks në Maqedoninë e Veriut, sot nuk është aq e vështirë, ishte e vështirë dikur. Sigurisht. Por pajtohem me Gjinishin sepse ka një efekt sanduiç. Ortodokset shqiptar në Maqedoninë e Veriut janë në një trysni shumë të madhe që bëhet dhe ne tani kjo është një temë shumë e gjerë që mund ta diskutojmë, por për të mbetur vetëm tek shqiptarët ortodoks është një histori e tërë që flet dhe që pret të zbulohet dhe është një nga historitë më dramatike në fakt dhe janë shumë autor, jo thjesht shqiptar. Nuk kam parasysh këtu vetëm autor shqiptar, kam parasysh këtu udhëpërshkrues francez e të tjerë të cilët edhe turq, edhe shqiptar, edhe të tjerë që kanë përshkruar me imtësi se çfarë përfaqëson kjo trevë në kuadër të etnisë, por edhe të fesë ortodokse. Shiko, në vendin tonë, në mjedisin publik, ka shumë studiues autentik, apo dhe të improvizuar, cilët e theksojnë këtë shqiptarësinë, edhe të shumë fjalëve që përdor anglisht, apo supozojmë, apo të territoreve. Nuk është ky qëllimi. Madje unë mendoj që sa më shumë që ne shkojmë dhe mundojmë të kuptojmë historinë e këtyre trojeve, aq më shumë duhet kritikojmë elitën tonë politike, po themi asaj që ka drejtuar perandorinë otomane, e cila nuk ka patur sens vedie kombëtare. Pra sa më shumë ne kuptojmë që në këto territore rreth përqarkësh kanë jetuar shqiptar dhe nuk jetojnë më shqiptar, apo shqiptarët aty janë konvertuar, apo e kanë ndryshuar vedinë, atëherë ne do duhet ndihemi si thush më fajtor, më fatkeq se sa të pretendojmë se na takojnë ne apo kemi rivendikime territoriale, siç bën një pjesë, po themi e mendimtarëve. Unë kam këtë shqetësim, zatëm ky emision kështu ka lindur, që si nëpërmjet pranimit universal të këtyre realiteteve, sociologjike apo fetare apo etnike, pra pranimit nga të gjitha palët, ne të ndërtojmë një bashkëjetesë të re, dhe nga kjo bashkëjetesë e re fitojnë shqiptarët me siguri, dhe identiteti dhe vedia e atyre që e kanë ndryshuar forcërisht paraardhësve të tyre të mund të ndryshojë. Ky është, po themi, një objektiv i nënkuptuar i këtij emisioni. Pra, po të referohem dhe kësaj që thot vetë Manojlovski në këtë katarsis për Zafirën. Zafira është emri i nënës vet, thot uroj thot që shqiptarët dhe kripto shqiptarët ortodoks të bën lidhse në mes popujve tanë shqiptar e maqedon, të kontribuojnë njerëzisht e qytetarisht në rritjen e bashkëjetesë dhe mirëkuptimin ndëretnik dhe ndërfetar. Do duhet që tashmë të zvendësohet bashkëjetesa pranë njëri tjetrit me bashkëjetesë me njëri tjetrin. Për këtë mund ndihmojnë më së shumti shqiptarë dhe kriptoshqiptarët ortodoks. Uroj thot që partitë politike në shtetin tonë të ndryshojnë përsaktimin e deritanishëm, organizimin vetëm në bazë një nacionale dhe një fetare, duke shkuar drejt partive demokratike qytetare, duke garuar mes tyre, jo me programe sa më patriotike nacionaliste, por me programe sa më demokratike më zhvillimore. Dhe në gjykimin tim, Frçkovski e ka ndjer edhe pragmatikisht nevojën që dalim me këtë qëndrim, pikërisht se skena politike maqedonse është ekstremizuar midis një krahut partive shqiptare dhe të opozitës kryesisht, që ankohen për diskriminim dhe një partie nacionaliste cila kontrollon më shumë se gjysmën e vendeve në Parlamentin Maqedon. Pra ai ka zgjedhur një pozicion në mes të skenës politike. Meqense citove, thjesht sjell një fakt që ky bëri dhe një udhtim simbolik nëpër lumin Vardar, nga Maqedonia deri në Selanik,
sepse lumi vardar në një farë mënyrë është marrë edhe simbolik edhe ndarjeve, po edhe urave që i lidhin etnit, fet, ose tendencat që janë për të ndarë